Në një intervistë për Radar, kemi sot historianin e njohur Marie-Glen Kaspin. Duke qenë se data e sotme përkon me 5 maj një datë historike për shqiptarët, ne do donim të dinim se sa është numri i sakt i dëshmorëve në luftën e dytë botërore, duke qenë se në disa raportime të bëra është thënë që përkon me 28.000. A është ky numri i sakt apo? Sigurisht që çështja e numrave është problematike në trajtim. Po. Dhe gjithashtu duhet theksuar që ju me të drejtë e bëni këtë pyetje pasi është abuzuar shumë shpesh dhe vazhdon ende të abuzohet. Më tepër diskutime në kuadrin politik dhe emocional se sa në atë historik. Sepse në aspektin historik kjo është një çështje e cila është në vija të përgjithshme tashmë e njohur, pasi numri, shifra 28.000 që juve ju referuat në pyetje, në fakt është shifra e të rënëve në luftën e dytë botërore në Shqipëri. Që do të thotë, te të rënët përfshihen të gjitha kategoritë e shqiptarëve që humbën jetën në këtë konflikt. Duke filluar nga viktimat, pra duke filluar thënë ndryshe që nga viktima dyjavorshe e masakrës që do të ndodhte në Borov me gjermanët, deri në moshën më të madhe që mund të ketë qenë në aso kohë. Dhe kjo është një shifër e cila do të raportohej nga qeveria shqiptare në Hoxhës në konferencën e paqes në vitin 46, po ashtu duke u shoqëruar me një listë bashkëngjitur. Listë e cila ishte hartuar nga qeveria shqiptare në bashkëpunim dhe me UNRWA, pra me misionin themi si sot, sikur se janë misionet ndërkombëtare, me qëllim që kjo të ishte një listë sa më e saktë. Pra nuk është një veçori kjo lloj, themi, ky bashkëpunim i qeverisë shqiptare me UNRWA, pasi mbas luftës së dytë botërore, pothuajse të gjitha vendet, dhe sidomos ato që si vendi jonë, vende të vogla, patën një mbikëqyrje, themi, një kontroll edhe nga aleatët, pra nga ndërkombëtarë. Kështu që Enver Hoxha dorëzoi listën me 28.000 viktima. Dhe nuk u theksua ndonjëherë që janë 28.000 dëshmorë. Çështja e dëshmorëve është një temë e cila filloi më pas të dalë në dukje. Pikë pari do dalet pak gjatë në këtë pikë sepse është e rëndësishme për shikuesin. Për historinë, po. Patjetër. Dëshmorët filluan të shpallen mbas luftës, sigurisht, së pari në vitin 47, pra kur del edhe një vendim qeverie për dëshpërblimin e atyre që kishin dhënë jetën në luftë. Pra nuk është se u shpall menjëherë me statusin dëshmor ata që kishin rënë, por filloi fillimisht si një dëshpërblim financiar. Dhe mbi bazë të këtij vendimi do të hartoheshin edhe listat e para. Dhe në vitin 47 ne kemi një numër për dëshmorësh 3.500, 3.700 mos gabohem, të cilët shpallen fillimisht me këtë status, pasi filluan dhe të paguan. Por duhet theksuar që statusin e dëshmorit atë dheut e marrin edhe sot e kësaj dite njerëz që kanë dhënë jetën. Që ka dhënë jetën për atë dheun, po. Në të gjitha periudhat, jo vetëm në luftën antifashiste nacionale shqiptare, por që nga viti 12 pas, por edhe para vitit 1912. Kështu që çështja e statusit dëshmorit është një proces i cili filloi, sikur se thamë, në vitin 47 dhe vazhdon ende sot e kësaj dite. E vijon tutje, po. Në të gjithë këto 10 vjeçar ka patur ato momentet e veta kulminante. Për shembull, gjatë regjimit komunist është amenduar 2 herë ligji për dëshmorët e atë dheut, pra ka ndryshuar 2 herë. Si thuaç, është plotësuar dhe po ashtu ka ndryshuar në këtë kohë dhe institucionet, pra mënyra se si merrej statusi dëshmorit atë dheut. Kështu që në vitet 70 këtë të drejtë e kishin komitetet ekzekutiv, pra u kalon komiteteve ekzekutive u bashkive të sotme për ta kuptuar më mirë, të cilët me gjitha institucionet vendore ngritën pra komisionet përkatëse dhe jepnin statusin e dëshmorit atë dheut. Duhet thënë që në vitet 80 kjo e drejtë që u dha bashkive apo komiteteve ekzekutive me vendim qeverie do të revokohej dhe në vitet 80 është përsëri qeveria
ajo që i jep statusin dëshmorëve, por me ndryshim ku ajo vetë theksonte në vendim që vetëm për raste të jashtëzakonshme. Pra ajo që po dua të them është që edhe në 45 vitet e regjimit komunist, qeveria SOKO është treguar shumë e ngurtë, të themi, në dhënien e këtij statusi. Kështu që nuk është se pati ndonjëherë ndonjë numër të caktuar fiks pra gjatë kësaj kohe që di numri dëshmorëve, pasi 28 mishi hyri në zhargonin e përditshëm, po ashtu edhe në zhargonin politik, dhe u quajt si një, themi, e dhënë e vërtetuar tashmë që ky është numri i dëshmorëve. Si një shifër saktë, po. Një shifër, po. Së pari në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë, Ministria e Mbrojtjes ngriti një grup pune dhe hartoi një material, pra një botim për dëshmorët e atë dheut. Sikur se tham, duke përfshirë të gjitha periudhat kohore. Dhe nëse i referohemi këtij botimi, i cili tashmë është i vjetër, sepse u bën 12-13 vjet që është hartuar, numri dëshmorëve është vetëm për periudhën e Lançit jepet diku te 7000 e ca, se nuk dua jam duke rrumbullakosur shifra tani, sepse në thelb në fakt nuk është kjo ajo që është çështja më e rëndësishme, sepse boll janë edhe kaq, nëse do të ishim edhe kaq. Më e rëndësishme mbetet fenomeni gjithsesi. Por në këtë numër do të kemi parasysh një gjë, që pikë pari ky komision mblodhi përsëri dokumentacionin, pra unë e shpjegova pak përpara që ka patur disa herë lëvizje në për institucione dhe në statusit. Por me rënien e sistemit komunist në vitet 90-91, u ndërprerë ky proces dhe jo të gjitha bashkitë filluan të dërgojnë dokumentacionin pranë këtij komisioni në Ministrinë e Mbrojtjes, edhe po ashtu jo të gjitha institucionet i përgjigjen apo ju përgjigjen thirrjes së këtij komisioni. Kështu që në 2012 u hartua ky material i parë me këtë 7500 mos gabohem dëshmor, dhe duhet thënë që nga viti 2012 deri sot përsëri komisioni vazhdon punën, pra jo vetëm shpallje, por edhe si thua ridhënie, rikonfirmim statusi në bazë të atyre që janë dhënë më përpara, dhe sot ky numër sipas burimeve jo zyrtare, po të marrë nga organizata përkatëse, pra e familjarëve dëshmorëve të dheut, duhet të jetë diku te 11-12.000 tashmë, pra i konfirmuar. Kështu që është një proces i cili ende vazhdon me një amendim ligjor të vitit 2018-19 mos gabohem, me kritere shumë të qarta, pra kush mund të jetë dhe mund të shpallet dëshmorja e dheut, i cili në tërësinë e tij është jo në tërësinë, po është shumë i, themi, serioz dhe i mirë menduar si ligj për këtë status, por që po ashtu ka një pikë e cila shkakton jo pak probleme në, të themi, në këtë situatë pak të rënduar në lidhje me trajtimin e luftës antifashiste nacionale shqiptare që jemi duke përjetuar, sepse në një pikë të tij ai thotë në mënyrë taksative që nuk e merr statusin dëshmorja të dheut asnjë person i cili ka bashkëpunuar qoftë me fashizmin apo me nazizmin. Pra këtu fillon dhe komplikohet problemi, sepse ne e dimë se çfarë debati ka hyrë historia për këtë periudhë, më tepër me karakter, sikur se thash, politik, emocional, se sa të vërtetë historike. Kështu që duke qenë se cekëm pak edhe periudhën e nazizmit dhe fashizmit. Si mendoni ju si një specialist i kësaj fushë, si një historian, si mendoni se duhet trajtuar poshtimi nazist në trevat si ato të Kosovës dhe të Greqisë? Sigurisht ashtu sikur është trajtuar edhe në të gjitha vendet e tjera, pra ishte pushtim, pa diskutim, një ndryshim regjimi me dhunë, pra themi nga forcat e boshtit qendror, fillimisht ajo italiane dhe pastaj Gjermania, por që padyshim që duhet flasim për specifikat e pushtimit në trojet shqiptare, sepse nëse e shikojmë një këndvështrim gjithëpërfshirës, atëherë e gjithë bota pushtoi dhe coptoi, shqiptarët bashkoheshin. Pra që këtu duhet të fillosh të mendosh se çfarë karakteri vërtet kishte ky bashkim që u bë në pushtimin italian, në pas edhe që u rimor, si thua, nga pushtuesit gjerman. Po ashtu duhet kemi parasysh se cilat ishin kampet gjatë luftës së dytë botërore, pra dy palët.
aleatët përballë Boshit qendror, dhe po ashtu duhet kemi parasysh që padyshim për pjesën më të madhe të globit që u përfshin në luftë botërore, ishte pikërisht antifashizmi vlera e mirëpranuar dhe ajo çka duhet shërbente si orientim për shoqërinë e pas luftës, vlera të cilat i prezantonte padyshim pra bloku nazifashist. Po ashtu duhet kemi parasysh edhe çfarë masash ishin marrë në pikpamje të ardhmes së vendeve të pushtuara nga aleatët asaj kohe. Këtu kam parasysh kartën e Atlantikut, e cila përjashtonte çdo ndryshim kufish me dhunë pra nën pushtimin fashiste të nazist. Pra kjo është korniza e përgjithshme, vinte rasti apo konteksti shqiptar. Duhet theksuar që për shqiptarët e Kosovës në veçanti, ky bashkim, qoftë dhe i përkohshëm që u bë në pushtimin fashist dhe atë gjerman, ishte një garanci plus për rrezikun shekullor serb, pra që kishte pasur dhe që përbënte për të po ashtu edhe problemin më të madh. Pra, nuk diskutohet kjo gjë, çka është e kuptueshme në pikpamje të zhvillimit të historisë asaj kohe, por gjithsesi e diskutueshme në pikpamje të vazhdimësisë së jetës apo të themi të zhvillimit të politik të mëvonshëm të Kosovës dhe trojeve të tjera shqiptare, sepse ne e dimë që në fund të çdo konflikti janë pikërisht shtyezat, pra bisedimet, konferencat e mëdha të palës fituese, të cilat përcaktojnë edhe të ardhmen e një vendi. Kështu ka ndodhur dhe kështu do të ndodhë gjithmonë, sepse nuk është profeci, por ky është zhvillim. Sikurse po shohim po ndodh edhe aktualisht në Ukrainë, pa shikojmë forcat që mundohen të ulen në tavolinë dhe të bisedojnë pra se si duhet të përfundojë konflikti. Kështu që pushtimi apo të themi periudha e luftës së dytë botërore në Kosovë ka veçoritë e saj. Janë fillime të cilat diktohen si në lidhjen e saj me qeverinë qendrore, ku për hir të vërtetës duhet të thënë që qeveria qendrore e Tiranës pati një ndikim të dobët, pra nuk është se zhvilloi apo diktoi vërtet zhvillimet e jetës kosovare asaj kohe, por politikisht pretendoi që ishte një bashkim i cili në pikpamje të së drejtës ndërkombëtare nuk mund të konsiderohej i tillë. Pra gjithmonë, ashtu sikurse ndodhi në konferencën e paqes, do shikojmë që kufit politik nuk do të ndryshohen. Në një periudhë me shtrije të gjatë kohore, le të themi, a mendoni se ka pasur ndonjë historian grek që qamet i ka cilësuar si bashkëpunëtor të gjermanëve? E nëse po, pse ka ndodhur kjo gjë? Kjo nuk është një narrativ historik e cila është ngritur vetëm nga historianët serb, sepse më falni, historianët grek, të cilët padyshim kanë interesin e tyre kryesor, por që është një narrative e cila është përqafuar ndonjëherë edhe nga historianë të tjerë. Padyshim që nëse i referohemi kësaj problematike marrëdhënieve shqiptaro-greke me problemin e çamërisë në mes tyre, e gjitha kjo e ka një shpjegim. Dhe shpjegimi është që mbas luftës së dytë botërore, historiografia greke u përdor sidomos në vitet e para pas luftës për të krijuar një shkak apo të themi për të dhënë gjoja një argument historik për atë çka do të ndodhte me çamët në qershorin e vitit 44, por edhe pas luftës së dytë botërore, këtu kam parasysh pra dëbimet, masakrat dhe dëbimet në masë të familjeve çame, shqiptarëve çam nga trojet e tyre. Kështu që është rast tipik ku historia instrumentalizohet për të themi i dhënë një mundësi argument në thonjza veprimeve politike, pasi ne e dim, pra nëse e shikojmë në mënyrë profesionale të ftohtë çështjen çame gjatë luftës botërore, është e qartë historikisht, të referuar këtu dhe burimeve gjermane, të cilat janë shumë të rëndësishme për këtë periudhë, sepse ata akuzohen pikërisht për bashkëpunimin e tyre me gjermanët. Pra, çka argumenton, si thuaç, në thonjza gjithmonë veprimet e Napoleon Zervasit për ato masakra që ai do të bënte në Çamëri. A mendoni se ka qenë kjo një luftë civile apo? Luftë civile jemi ende në Greqi, për ku po flas.
Edhe Greqia ndarjen kryesore, pra e ka në dy, flas gjithmonë për forcat greke në dy bloqe kryesore, sikurse edhe në Shqipëri, pra ato nacionaliste dhe forcat komuniste, pra që drejtoheshin nga Hami, të cilat për një periudhë kohe po ashtu kanë kaluar në përplasje njëra me tjetrën, pra përballë njëra tjetrës, por gjithmonë duke patur parasysh edhe lidhjet që njëra palë, ajo pra nacionaliste me Zervasin krye, mbante për një farë kohe dhe me gjermanët. Pra, Zervasi është ai që akuzon Shamët për bashkëpunim me ushtrinë gjermane, ndërkohë që Zervasi ishte bashkëpunëtori më i madh i ushtrisë gjermane për periudhën më të gjatë të kohës në luftën e dytë botërore, me përjashtim të muajve të fundit të vitit 44, ku ai ndron portat, pra kalon me aleatët me qëllim për të lehtësuar ardhjen e kësaj force në pushtet, çka sikurse e dim që nuk do të ndodhte, pasi fillimisht pra këtu kalojmë në luftën civile në Greqi, e cila në thelb zhvillohet mbas luftës së dytë botërore, pra ku kemi ashqyqare dhe ndërhyrjen e forcave aleate në mbështetje të forcave mbretërore. Kështu që fillesat ky konflikti ka gjatë luftës së dytë botërore, por formën e tij të plotë e merr mbas luftës së dytë botërore. Po në territor shqiptare mendoni se pati ngjyra të luftës civile, lufta e dytë botërore? Lufta e dytë botërore në Shqipëri është e qartë historikisht, pra është një luftë e cila është orientuar pra luftë antifashiste, orientuar për çlirimin e Shqipërisë nga pushuesit fashistë dhe më pas ata nazistë, e cila sikurse ndodh në çdo konflikt, hera herës ka dhe ndonjë nuancë ku forcat e brendshme janë përplasur pra njëra me tjetrën, sidomos në fazën e fundit të luftës duhet theksuar, kur për të dyja krahat dhe lufta merr një formë të qartë për pushtet. Pra nuk është mëkat, sepse shumë shpesh sot akuzohet Partia Komuniste që e bëri luftën për pushtet. Të gjitha forcat politike luftojnë për pushtet. Pra, synojnë vinë pushtet, nuk është mëkat të duash pushtetin. Mëkat është të zgjedhësh rrugën e gabuar për të ardhur në pushtet. Dhe këtu përsëri mund të bëjmë një ndarje shumë të qartë që pavarësisht karakterit që mori regjimi pas luftës së dytë botërore në Shqipëri, Partia Komuniste në programin e saj kishte luftën ndaj pushtuesit, çlirimin e vendit dhe më pas instalimin e regjimit demokratik popullor, i cili sikurse e dim, më pas do të merrte një formë tjetër, por që kjo është një çështje tjetër, pasi lufta duhet ndarë pas dy periudha historike të ndryshme. Ndërkohë që ajo që e bën marrëdhënien e shqiptarëve gjatë këtij konflikti është pikërisht punimi që bën pala tjetër, pra e kryesuar themi nacionalistët në ombrellën e ballit kombëtar, si forca më e madhe politiko-ushtarake e këtij krahu, që bën me ushtrinë gjermane. Pra kjo gjë është e mirë dokumentuar dhe pikërisht këtu buron dhe ende dhe sot e kësaj dite mosmarrveshjet mes shqiptarëve. Pasi tendenca është hera herës për t'i paraqitur të dyja forcat si forca që si luftarë të lirisë. Në fakt nuk janë të tillë të dyja forcat, pasi për njërën palë kjo vlen për ushtrinë partizane, po jo për palën tjetër. Megjithatë, këtu ka vend gjithmonë për diskutim. Pra, çështja është që gjërat duhen thënë në kontekstin që ka ndodhur, në kohën që ka ndodhur dhe të dokumentuara. Ne nuk kemi arsye sot që të jemi ende të nxehtë në trajtimin e zhvillimit apo në trajtimin e ngjarjeve të luftës së dytë botërore. Çështja është që apo problemi është që kjo çështje është politizuar te skajshëm, është emocionalizuar po ashtu te skajshëm, pra ende ne nuk shkputemi dot nga gjyshi në kuptimin popullor të fjalës, pasi po ashtu kemi kaluar në një vlerësim bardhëzi përsëri të historisë, ashtu sikurse ndodhte në vitet e komunizmit, veç se tani ka ndryshuar kahët, e bardha e djeshme është e zeza e sotme dhe anasjelltas. Pra në thelb historiografia shqiptare në masën e saj më të madhe paraqet përsëri ende të njëjtin problem, atë të trajtimit të polarizuar, të ekstremizuar dhe jo të bazuar dhe si të thuash duke munduar të gjesh atë të mesmen, rrugën pra më afër të vërtetës, jo të kompromisit, sepse historia nuk funksionon me kompromise, pra hajde të bëjmë kompromis që të dyja palët apo të gjitha palët të jenë të
kënaqura, kjo është e gabuar, po kaq sa edhe trajtimi i saj në mënyrë të polarizuar të iskajshëm, por në fund fundit ngel, sikur se thash, duhet që politika të rriqet nga ky vlerësim dhe po ashtu edhe emocionet, ku shpesh përveç emocioneve ka dhe shumë ndërhyrje të mëdha financiare për këtë gjë. Pra ka njerëz që fitojnë duke thënë të pavërteta historike sot. Nuk është ndonjë themi gjë e rrallë që jam duke thënë, pasi Ndonjë habi. nuk është habi, pikërisht. Data 5 maj, duke qenë se është një ditë e veçantë historike për gjithë shqiptarët, organizimet janë të shumta nga shkollat si dhe struktura të ndryshme. Si shikoni festime që organizohen nga forcat tona politike? Organizimet e sotme. Në fakt ju i referoni datës sot të 5 majit, që për hir të vërtetës nuk e di, se nuk është se kam ndjekur shtypin sot apo median, por sikurse e thoni e besoj që është në këto nivele, pasi do ishte çudia nëse forcat politike sot do ishin duke kujtuar 5 majin, pra si ditë themi simbolike të heronjve, të dëshmorëve, dhe që kujton në fundit luftën kundër pushtuesit, pa dallim ngjyrash politike. Pavarësisht se 5 majin e dim që u caktua si ditë e dëshmorëve, duke u referuar pikërisht vrasjes së Qemal Stafës, po. Ju idealist komunist i cili e dha jetën shumë shpejt, pa arritur dot që ta damkosin, sikurse damkosen një pjesë e mirë e tyre për vetë faktin se kanë qenë komunist. Mbi të gjitha kanë qenë idealistë që kërkonin të çlironin vendin. Kështu që do të çuditesha nëse sot do kishte patur organizime të tilla, pasi duhet thënë që Partia Demokratike, qysh me themelimin e saj, e ka treguar qartë qëndrimin që mban ndaj luftës antifashiste nacionale shqiptare, sepse është pikërisht ajo parti e cila në fillim vitit 90 do bënte dhe ndryshimin e datës çlirimit, pra nga data 29-28 nëntor, thuase 24 orë do bënin dallimin kryesor të një lufte, por në thelb për të mos u zgjatur shumë në këtë debatin e datës çlirimit, argumenti apo arsyeja më saktë që politikisht u ndërhyi aso kohë në datën e çlirimit ishte pikërisht shndrimi i luftës antifashiste nacionale shqiptare nga një e vërtet historike në një mit, pra në një të pavërtet. Dhe sigurisht që duke goditur simbolikat, fillon dhe goditja e gjithë procesit. Kështu që Partia Demokratike është e qartë në qëndrimin e saj, qëndrim revizionues për sa i përket luftës antifashiste nacionale shqiptare, por duhet thënë që vitet e fundit të njëjtin qëndrim ka dhe Partia Socialiste e Shqipërisë. Pra ajo parti e cila përfaqëson të majtën politike në Shqipëri, përfaqëson atë pjesë të njerëzve që kanë qenë të lidhur me luftën antifashiste, pra që kanë patur të inkuadruar të afër në radhët e ushtrisë partizane, që përfaqëson po ashtu edhe atë politik mbi të cilën kjo parti u themelua në vitin 90-91 kur u themelua. Domethënë edhe e majta është larguar nga kujtesa historike, nga antifashizmi, dhe pyetja e rëndësishme tani është që cila forcë politike nga dy të mëdha flas gjithmonë është ajo forcë e cila i shikon vlerat e saj të lidhura me antifashizmin. Kam përshtypjen se antifashizmi sot është më tepër përdoret, themi, si demagogji, dhe besoj që forcat politike shqiptare nuk besojnë më thellësisht në vlerat e antifashizmit, pavarësisht se flasin dhe shprehen gjithmonë proti. Përvoja në Shqipëri tregon të kundërtën. Duke filluar që nga rehabilitim të personazheve historik, të cilët me dashin apo pa dashin e tyre janë të damkosur me vullën e bashkëpunimit, nuk po them të tradhtisë, pra është tjetër gjë, por ka të bëjë me qëndrimin dhe bashkëpunimin me nazifashizmin. Në vende të tjera, sidomos në Perëndim, nuk ka ndodhur kështu. Këto janë dukuri që janë shfaqur vetëm në vendet e dobta, me një demokraci pseudo ndoshta apo të brisht, me shtete që kanë një tranzicion të gjatë për sa i përket të vendosjes së sistemit demokratik, dhe padyshim janë
emocione me të cilat politikisht luhet për të marrë qoftë dhe një vot më tepër. Në fakt sa doja t'ju pyesja, a mendoni se është mjaft e dukshme ndasia e 88 viteve të mëparshme në forcat politike? Sigurisht që nëse e shikojmë në detaje, konstatohet lehtë që sot mbas 35 viteve që ka ndryshuar regjimi, situata apo themi përçarja e shoqërisë shqiptare në opinionin tim është më e madhe se sa në fillim vitet 90, ku do të kishte një logjik dhe do ishte e kuptueshme nëse shqiptarët mes tyre do të ishin më të përçarë. Në fakt, unë e shikoj shoqërinë shqiptare sot më të polarizuar në lidhje me të kaluarën, flas gjithmonë, dhe e kaluara problematike për shqiptarët mbetet lufta, si sanafilla e fillimit të problemeve mes tyre. Dhe jo pas lufta. Duhet thënë që sigurisht të gjithë përndjekurit politik, familjarët e tyre, të dënuarët, pasardhësit e shumë prej tyre kanë vuajtur, absolutisht që po, kanë patur një jetë të vështirë, pa të drejtë, sepse nuk mund të mbajë asnjëherë përgjegjësi fëmia apo të afërmit për veprimet të babait apo të afërmit tyre, por që në thelb po të shikojmë që viti 90 i gjeti të paqtuar shqiptar njëri me tjetrin. Sot dëgjojmë thjerë duhet paqtim, pra duhet të ofrohet një bashkim i shqiptarëve, ndërkohë që shqiptarët janë bashkuar. Ajo çka i përçan sot është pikërisht politika e natës. Sepse unë përmenda votën pak përpara dhe vazhdon të mbetet e tillë. Do me thënë të përdorësh mbas 35 viteve ende terma komunist apo ballist, apo diu me radhë, gjitha këto domethënë, ndërkohë që janë nonsens në kuptimin edhe të zhvillimit politik, por edhe shoqëror të vendit. Janë të gjitha, të themi, është një kaluar që mbahet gjallë për të trembur dhe për të manipuluar ende shqiptarët. E vërteta është e vërteta është aty, do vi një brez me i ftohtë, do shikoj më larg trajtimin dhe padyshim që do të kalohet në interpretime më të plota. Eksakt. Pikërisht për këtë pjesë fakt doja të pyesja juve si historian, a mendoni se kemi nevojë për një rishkrim të historisë përfshirë këtu edhe pjesën e regjimit komunist? E nëse po, si mund të realizohet si gjë? Tani ju thoni rishkrim, rishikim, është proces normal në histori. Pra, unë do thosha trajtim në vazhdimsi shkencor historik do ishte termi dur. Ne në shkencën e historisë themi, pra, sidomos në perëndim, se unë i përkas kësaj shkolle, unë jam diplomuar në Gjermani, pra nuk jam produkt i shkollës së historisë shqiptare. E kuptoj. Thuaj shpesh, pra që në leksionin e parë të universitetit, që nëse kalojnë 5 vjet, një studim është i vjedhëruar. Pra shkret normale që çdo disa vjet të rishikohet, të rishkruhet, të plotësohet, të trajtohet në vazhdimsi çdo çështje historike, sigurisht nuk arrihet për të gjitha, jemi të qartë, por që metodologjikisht thuhet që mbi 5 vjet një studim është i vjetëruar, por kur vjen puna në çështje të tilla pikante, padyshim që është më e prekshme dhe më emergjente situata, pra është më e sikletshme dhe për historianin për ta shkruar. Kështu që ne kemi nevojë të plotësojmë dhe të sqarojmë shumë gjëra në historinë tonë. Përfshirë luftën, por po ashtu edhe pas luftën. Pra nëse i referohemi luftës përderisa jemi në 5 maj, në vijat e saj të përgjithshme, kjo është një periudhë historike e cila është e strukturuar, edhe unë duke qenë edhe që merrem gjërësisht me këtë periudhë, nuk besoj se do të ketë ndryshime të mëdha në tërësinë e saj edhe mbas 50 vitesh, por ka nevojë që të plotësohet me detaje të cilat ose nuk janë ditur, ose nuk mund thuheshin në 45 vitet e kaluara. Kështu që në këtë pikpamje jemi në këtë proces, është një proces i cili vazhdon, por që shqetësohet hera herës nga drejtimet dhe trajtimet e kundërta që shpesh herë merr. Pra, që të heci debati shkencor në histori, duhet që pak a shumë, nuk po them të jenë në një mendje debatuesit,
Po. por në vija të përgjithshme brenda periudhës të lëvizjes në të njëjtin drejtim. E vetëm plotësojnë ose kundërshtojnë për gjëra të caktuara njëri tjetrit, por jo në drejtim bazë, sepse njëra palë thot sot luftë civile, ndërkohë që pjesa më e madhe e studiuesve dhe opinionit shoqëror thotë që është luftë antifashiste nacionale shqiptare. Pra, ne shpesh diskutojmë sot natyrën e luftës shqiptare. Çka duhet ishte e mbyllur sepse merr shumë energji një gjë e cila historikisht është e trajtuar. Por nga ana tjetër, padyshim që po kaq interesante është dhe pas lufta. Ne jemi fokusuar deri tani në studimin e komunizmit në Shqipëri apo themi të regjimit, nëse do rrinim korrekt terminologjia socialist, pra totalitar, vetëm në një dimension, në përndjekjen pra luftën e klasave, pra në historinë politike. Por kemi lënë bazdore shumë dimensione të tjera edhe fusha të tjera studimore të historisë, sepse nuk ka vetëm histori politike, është më e rëndësishme padyshim, edhe nuk dua këtu të dukem as pak cinik jo, nuk duhet fjalë, sepse qoftë dhe një jetë njeriu humbasi është me vlerë, dhe jo për një regjim i cili dihet që ka shkaktuar pra dhjetra e qindra viktima të kësaj natyre, si pasojë pikërisht të luftës së klasave. Pra duhet jemi shumë të qartë në këtë gjë. Por ama nga ana tjetër, një periudhë studiohet e plot kur trajtohen të gjitha dimensionet, sepse ka dhe histori ekonomike, ka histori diplomatike, po ka histori ushtarake, sociale kështu me radhë. Kështu që ka ende shumë për të bërë me qëllim që kjo periudhë pashtu të jetë e mirë studiuar, ka fillesa goxha të mbara, pra ka kolegë që merren në mënyrë serioze me trajtimin e saj, ku duhet theksuar që ndoshta këto 10-15 vitet e fundit ka filluar të trajtohet në këtë mënyrë, pasi për një kohë të gjatë, mbas 90-s, edhe përmendja e emrit Enver Hoxhës edhe nga kolegë historian ka qenë tabu. Pra ishte një temë që nuk duhet prekur pasi shkaktonte probleme apo irritime të shumta, po. Zoti Mari Glen, ju falenderojmë shumë që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësia jonë që ishim në një intervistë bashkë, dhe pse jo mund të betemi në kontakt për një intervistë të dytë. E kënaqësi, gjithë të mira. Faleminderit.